mirë, flasim për situatën në lindjen e mesme, tashmë e dim se po ndryshon çdo orë dhe shumë vende po përpiqen ndoshta të kuptojnë se deri ku mund të shkojë ky konflikt dhe nga ana tjetër shumë analistë madje kanë folur për momente historike në balancën e fuqive në rajon. Si e sheh këtë moment, Rej? Mendon se është një konflikt i përkohshëm apo ndoshta ndonjë ndryshim i madh gjeopolitik në lindjen e mesme ta quajmë? Atëherë kemi të bëjmë me një rast i cili momentalisht mund të thuhet unikal. Mund të themi se bota e kishte harruar këtë formë konflikti. Operation Fury, i cili nisi para 5 ditësh, i cili kemi të bëjmë me një sulm, me një model tjetër ndryshe warfare. It's a different modern warfare, thojnë analistët amerikanë. Ende nuk kemi një përfshirje totale të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kemi të bëjmë më tepër me sulme ajrore dhe sulme detare, të cilat u konfirmuan dje me fundosjen e frigatës iraniane pranë Sri Lankës, por kryesisht momentalisht në kushtet të cilat po flasim, ende nuk kemi një përfshirje totale të ushtrisë amerikane. Kemi një sulm të bashkërenduar të Shteteve të Bashkuara dhe të Izraelit, përsa i përket sulmeve ajrore, raketore kundrejt Republikës Iranit. Sulme të cilat filluan ditën e shtunë, sulme të cilat sollën vrasjen e liderit suprem Khamenei, sulme të cilat kanë sjellë një lloj konflikti në lindjen e mesme momentalisht, edhe shikohet një përshkallëzim i këtij konflikti i cili kishte kohë, i cili nuk dukej në këtë lloj rajoni. Po pak a shumë, nëse do të fiksohemi në çfarë kemi ndodhur më përpara, duhet të kemi parasysh që preludi i këtij konflikti ishte ai i cili ndodhi në ver, pra me Izraelin, i cili sulmoi Republikën e Iranit. Edhe anasjelltas nga Irani me sulme raketore ndaj Izraelit. Pra, ishte një situatë e komplikuar, e cila tashmë me ndërhyrjen në Shëbaz jemi në këtë lloj faze. Është një luftë, por akoma nuk mund të themi për konflikt total, pasi nuk kemi ende ushtrinë e Shteteve të Bashkuara të përfshirë totalisht. Por kemi vetëm sulme ajrore të bashkërenditura midis Izraelit dhe ushtrisë amerikane. Qartë. Rej, nga ana tjetër, një nga shqetësimet më të mëdha të komunitetit ndërkombëtar është dhe rreziku i përfshirjes së vendeve të tjera në këtë përplasje. Cilat janë, Rej, sipas teje, shtetet që ndoshta mund të tërhiqen më shpejt në këtë konflikt, nëse ky tension do të vazhdojë, pra edhe në ditën në vijim apo muajin në vijim? Atëherë, përsa i përket konfliktit, kemi të bëjmë me tre aktorët e parë, të cilët ishin Shtetet e Bashkuara, Izraeli edhe Irani. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli më njëherë filluan një sulm të koordinuar përsa i përket objektivave ushtarake iraniane. Pra, ajo çfarë u bën në fillim, e cila ndodhi për 45 minuta dhe ja vlen të përmendet si fakt. 45 minuta ju deshën ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit për të shkëputur zinxhirin e komandës iraniane. Pra, vrasja e Khameneit, vrasja e drejtuesve të gardës revolucionare, sulmet e tjera të zhvilluara nga Izraeli edhe në drejtim të Libanit, pra këtu përfshihet edhe një shtet i ri i cili futet brenda konfliktit, pasi kemi të bëjmë me jugun e Libanit ku janë bazat e Hezbollahut. Edhe dihesh botërisht që këto baza ishin të financuara si proxy iraniane. Pasi u mund Hamasi në Gaza, Hezbollahu ishte barriera e vetme e cila mbronte politikën iraniane dhe mund të zhvillohej si proxy i Iranit. Pasi u sulmua Libani, u kundërpërgjigj Irani, pra kemi sulmin në Emiratet e Bashkuara Arabe, në hotele, kemi bazat amerikane të cilat janë sulmuar në Katar, kemi rastin e fundit ku ishte sulmimi i bazave në Qipro, pra këtu kemi një përfshirje që po sulmohet një vend i cili është brenda NATO-s, pra kemi edhe përfshirjen e NATO-s brenda këtij konflikti, kemi një raket e cila u neutralizua nga vendet e NATO-s, e cila ra në lindje të Turqisë, pra praktikisht po të shikojmë kemi një përshkallëzim të këtij konfliktit, ku nga njëra anë shikojmë Amerikën edhe Izraelit, të cilët kryesisht
sulmin e kanë të targetuar drejt objektivave ushtarake iraniane, kurse nga ana tjetër, nëse do marrim Iranin në formën se si po organizon këtë lloj luftimi, është ai i shkatërimit në masë dhe duke shkaktuar sa më shumë panik edhe terror. Do të kemi parasysh diçka e cila në doktrinën iraniane është e theksuar dhe e përforcuar në 2015-ën, kur ishte vet Ali Khamenei, ish lideri suprem iranian i vrarë, i cili deklaronte shkatërimin total të shtetit izraelit. Pra sot po sulmohen ato vende të cilat janë pjesë e nëse mund ta përmendim e geo-influencës amerikane, edhe sferës influencës amerikane ku janë vendosur bazat ushtarake. E qartë. Nga ana tjetër, një tjetër element i rëndësishëm është edhe lufta e informacionit dhe propaganda, ndërkaq që po zhvillohet paralelisht dhe me luftën ushtarake e re. Sa rol po luan propaganda, sigurisht dhe lufta e informacionit në këtë konflikt? Pak a shumë, që të flasim për luftën moderne, absolutisht propaganda ndikon. Nuk mund ta lejmë më një anë. Ishte lajmërimi i DF-s izraelite, i cili nxorri pak më përpara, saktësisht dje, një hartë të rrezes ku mund të godasin raketat iraniane, ku sipas IDF-s izraelite, raketat iraniane mund të shkojnë deri në Varshavë. Kjo është për të edhe në formën e propagandës, por ama edhe në formën për të treguar që deri ku në çfarë pike mund të shkojë konflikti armatosur dhe rreziku nga këto lloj raketash. Për sa i përket konfliktit, nuk është se po veprohet shumë nga ana e propagandës, pak a shumë kemi disa elemente të cilat po shfaqen gjithmonë brenda ditës, për shembull dje sot me orën tonë lokale ose dje duke u bazuar në orën amerikane, sekretari i luftës amerikan e tha në konferencë shtypi, they are toast. Pra, e përkthyer në shqip është ata janë të pjekur. Me sa duket, përse përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës, çështja e Iranit për ta është çështje e cila do të përfundojë vetëm në kapitullimin e regjimit të Ayatollahut. Kjo është ajo e cila po performohet më shumë në opinionin publik, e vendosur sot si kriteri kryesor i uljes së negociatave. Po të keni vënë re, përse përket informacionit mediatik, flasim që palët janë të hapura për negociata me njëra tjetrën, por ama asnjëra nga palët nuk duket tashmë e hapur për negociata. Të gjithë po kërkojnë të bëjnë luftë, secili sipas formës së tyre. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli janë totalisht të fokusuar në zotërimin e hapësirës ajrore iraniane. Kjo ishte dhe deklarata e cili bëri sekretari i luftës i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku sipas informacioneve amerikane, parashikohet që brenda një periudhë një javore të zihet totalisht hapësira ajrore e Iranit. Pra Irani mos të ketë më shanse për të lëshuar më raketa apo për të ngritur dron apo avion ushtarak në ajër. E qartë. Nga ana tjetër, një tjetër moment që ka ngritur tensioni ishte dhe incidenti me raketën pranë bazës së NATO-s pranë në Turqi, dhe pse Irani mohoi se kishte në shënjesër territorin turk, incidenti ndërkohë ka ngritur edhe shumë pikë pyetje. Mendon se mund të përfshihet ndoshta Turqia në këtë konflikt mbas këtij incidenti me raketë që ndodhi? Në çështë do t'i referohem me incidentit të ndodhur dje mbi raketën e rrëzuar në lindjet të Turqisë nga teknologjia e NATO-s, u vërtetua diçka. Sa do të ketë bërë investime Irani në zhvillimin raketor apo në arsenalin ushtarak, duket që ky arsenal është dukshëm i lokalizueshëm nga teknologjia e NATO-s. Kemi të bëjmë me një teknologji të financuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra është e njëjta teknologji në përdorim. Dhe kjo teknologji me sa duket është treguar efikase. Nuk do t'ja këshilloja Iranit të bënte një sulm ndaj NATO-s. Forca, ne po shikojmë forcën e NATO-s vetëm nga Amerika, ende nuk është përfshirë NATO-ja. I vetmi vend që është përfshirë pak më shumë se Shtetet e Bashkuara dhe se sa Izraeli është Mbretëria e Bashkuar, e cila ka çuar avionët e saj, teknologjinë e luftës në zonën e Qipros, e cila ishte një zonë e cila u godit pak më përpara nga raketat iraniane. Po flasim për zonat të cilat janë në rrezet të shkurtër veprimi. Qipro,
po të llogarisim nga hapësira territoriale e gjeografike, është një ishull në perëndim të Levantit. Pra, deri në Levant janë dhe bazat e Hezbollahut, të cilat janë proxy të Iranit, të cilat veprojnë. Pra, deri në këtë lloj hapësire territoriale është rrezja e veprimit, ku Irani mund të shkaktoj dëm në thonjza. Qasëm gjithmonë dëm në thonjza, pasi u vërtetua nuk ka hapësirë ajrore Irani. Irani thjesht tani në këtë momente që flasim, po godet sepse ka shumë arsenal ushtarak, ka shumë municione, ka shumë raketa, dhe duke vendosur kombinimin e droneve edhe sulmeve raketore, praktikisht këto mund të shkaktojnë atë që quhet confusion, pra duke krijuar një lloj shpërqendrimi në elementet e radarëve të vendeve që janë afër këtij territori, që kemi këtë lloj situatash të sotme. Por nëse do të flasim, nëse Irani do të luajë mendsh dhe do të sulmojë Europën, pra të hyjë në një konflikt të drejtë për drejtë me NATO-n, më vjen keq ta them, por është e pamundur. Nuk mund të dalin dot. Qartë. Nga ana tjetër, mendon se mund të kemi edhe një krizë të re globale pra energjetike nëse lufta do të vazhdojë të përshkallëzohet? Absolutisht po, pasi kemi të bëjmë me ngushticën e Hormuzit, e cila është një nga nyjet tregtare të ekonomisë sotme. Pra kemi të bëjmë me një vend ku është qarkullimi i naftës. Për sa i përket kësaj çështje, nëse do flasim për një konflikt të përzgjatur, absolutisht do përkthehet në kosto financiare. Kosto financiare të cilët do ta ndjejmë më tepër vendet e Europës, gjithë bota kryesisht, por nëse flasim për vendet si puna jon, Shqipëria në këtë lloj rasti, që është një vend i ulët prodhues, do të ndikohet nga rritja e çmimeve, pasi kemi të bëjmë nëse rritet çmimi i naftës, kjo është diçka e cila shkon zinxhir për sa i përket ekonomisë dhe sjell rritjen progresive të gjitha produkteve të tjera. Qartë. Por, nga ana tjetër, në shumë konflikte të mëdha, sigurisht që rej momenti vendimtar shpesh vjen pas disa ditës ose javësh, dhe sigurisht kur njëra palë vendos të ndërmarrë një hap pra më të fortë. Mendon se, ose cili mund të jetë momenti që do ta ndryshojë rrënjësisht këtë konflikt që po ndodh? Ky konflikt do të ndryshojë mbas javës së parë. Sot është dita e 5. Presidenti Trump e ka deklaruar më përpara që ky është një konflikt i cili mund të shkojë deri në 4 javë. Edhe 4 javë është koha optimale pasi kemi të bëjmë me pavarësisht faktit se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë dominancën ajrore edhe detare për sa i përket konfliktit në Iran, pra në këtë lloj faze është totalisht e pamundur për Iranin për të hedhur në tokë avionët ushtarak izraelito-amerikan, pasi kemi të bëjmë me të njëjtën teknologji të përfshirë këtu, apo të shkatroj luftanijet amerikane, pasi u mjaftua thjesht një torpedo amerikan për të hedhur në erë një frigat. Edhe ku kemi të bëjmë me rastin e frigatës, kemi të bëjmë me një anije ushtarake e cila është e mirë pajisur, pra e programuar për të bërë ballë këtyre sulme. Një torpedo ju desh, e lëshuar nga një nëndece, edhe nuk ka më anije iraniane. Përse përket edhe krizës ekonomike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po deklarojnë ndihmë ushtarake për të gjitha anijet në mënyrë që Hormuzi mos të bëhet më problematike. Pasi kemi parasysh është pikërisht bllokimi i kanalit të Hormuzit, i cili i jep forcë Iranit në këto momente. Por me sa duket, përsa i përket teknologjisë së Shteteve të Bashkuara dhe armatimit të Shteteve të Bashkuara, këto nuk janë problematike. Problematika e vetme që ndodhet momentalisht është sasia e madhe e raketave që ka Irani. Prandaj tha 4 javë presidenti Trump. Ishin 4 javë që i duhen që Irani të zbrazë depot e veta ose derisa depot e Iranit të neutralizohen totalisht nga raketat amerikane. Pasi kemi parasysh, siç e tham pak më përpara, në momentin që ata zotrojnë hapësirën ajrore, nuk ka çfarë të ngrej Irani. Deri në momentin që vetë forcat e bashkuara të koalicionit SBA, Izrael, Britania e Madhe momentalisht, po ndoshta edhe NATO më vonë, normalisht nuk shikojnë ndonjë problematik që Irani mund të ngrihet dhe të bëhet në formë kërcënuese, përveç sulmeve aktuale që kanë zhvilluar ndaj vendeve kryesisht
flasim Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, që më tepër ngjajnë si sulme terroriste, sesa si sulme të organizuara ushtarake. Rej, shumë analistë ndërkaq që shohin të gjithë të konflikt si një përplasje ushtarake, por nga ana tjetër edhe një luftë për ndikim dhe kontroll ekonomik. Si e sheh Rej, mendon se kjo është një luftë për dominim në linjën e mesme apo ndoshta për një betejë për energjinë dhe rrugët e naftës? Në fakt, çfarë ja vlen të përmendet tashmë, edhe cila do faktohet mbas 4 javësh, është ridimensionimi gjeopolitik i lindjes së mesme. Po të referohemi çështjeve gjeopolitike, vendi që humbet më shumë nga disfata iraniane është BRICS-i, është Rusia edhe Kina. Rusia humbet aleatin kryesor i cili ndihmonte në prodhimin e droneve që furnizonte Rusin për të vazhduar luftën në Ukrainë. Kina humbet marrëdhëniet tregtare, sepse Irani ishte pika e lidhjes midis Azisë edhe Europës. Izraeli tashmë rikonfirmohet si superfuqia rajonale në lindjen e mesme. Duke e parasysh, mbas luftës 12 ditore, e cila rezultoi të ishte sukses për Izraelin, e mposhtën hapësirën ajrore iraniane. Dhe tashmë me përfshirjen e SBA-ve brenda konfliktit, në qoftë se do vazhdojmë me këto lloj ritme të cilat janë tashmë, janë gjatë të bëra, pra me vrasjen e liderit suprem, pastaj keni parasysh diçka, lajmi i fundit që doli ishte që Irani për Izraelin ishte një Big Brother. Ata prej muajsh të tërë dinin çfarë do lloj lëvizje, pasi kishin hakeruar sistemin e komunikimit dhe kamerat në Iran. Ata dinin çdo lëvizje. Ata ishin të gatshëm ta vrisnin Khamenein që përpara 6 muajsh. Por pikërisht u zgjodh tani momenti. Pra, kemi të bëjmë me vran kokën e komandës. Qartë. Për 45 minuta. Është shkatruan komandën zinxhir të gardës revolucionare për 45 minuta, me një sulm të vetëm. Tani të thuhet propagandë që Irani ka shanse mbijetese, është totalisht absurde. Amerika dhe Izraeli, pra politika izraelite, teknologjia amerikane, bashkimi këtyre të dyjave bashk, tregoi që ishte shumë efikas. Nuk kemi të bëjmë ende me një luftë totale, pasi nuk kemi të bëjmë përfshirje ushtrisë, por ama për sa i përket teknologjisë së aviacionit dhe të luftanijeve detare, është totalisht dominimi plot nga Amerika dhe nga Izraeli. E qartë. Mirë, Rej, për ta mbyllur, ndërkaq një nga frikrat më të mëdha është sigurisht që një incident vetëm mund ta përshkallëzojë konfliktin në një nivel shumë më të rrezikshëm. Mendon ose cilat janë skenaret më të rrezikshme që mund të ndodhin në ditët ose në javët në vazhdim? Skenari më i rrezikshëm momentalisht që flasim është fakti i një përshkallëzimi të konfliktit përtej rajonit. Pasi deri te rajoni jemi, pra është i përfshirë Libani, është i përfshirë Arabia Saudite, është i përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, është i përfshirë Katari, Irani vetë si shtet, kemi rastin i cili është në perëndim të Iranit, ku janë forcat kurde, të cilat proklamohet se dhe ato kanë nisur një lloj ofensive ushtarake toksore për të rimarrë territoret e tyre. Pra, momentalisht që flasim, kemi shumë aktor politik të përfshirë. Po të marrim parasysh rastin e gjeopolitikës, Kina dhe Rusia janë distancuar nga konflikti. Pasi nga ana tjetër, Kina dhe Rusia kanë hallet e tyre. Kina ka çështjen e Tajvanit, kurse Rusia ka çështjen e Ukrainës. Kemi rastin e Europës, e cila është e dyzuar për sa i përket luftimit. Pra dje kishim presidentin spanjoll, kryeministrin e Spanjës, i cili ishte kundër një konflikti të armatosur. Pra Europa momentalisht, duke qenë se e ka të sanksionuar në politikën e saj që është stabiliteti i paqes, kërkon të vendosë paqe dhe kërkon zgjidhje diplomatike kundrejt ofensivës ushtarake. Për dy arsye.
për shkak se normat e Bashkimit Evropian janë ato të paqes dhe të tolerancës dhe të gjithë të bashkëpunojmë drejt një integrimi të përgjithshëm, nga njëra anë, kurse nga ana tjetër kemi të bëjmë që vetë kontinenti Evropian momentalisht që flasim është në një luftë. Dhe nuk e doj përfshirje në një luftë të dytë. Mjafton konfliktin në Ukrainë, prandaj bëhet kërkesa gjithmonë paqe, në mënyrë që të sheshohen sa më tepër konfliktet. Por unë dua të jem optimist, unë jam optimist sepse fatmirësisht edhe e treguar nga rasti i Turqisë, mbrojtja e NATO-s është efikase. Është shumë e vështirë të penetrohet mbrojtja e NATO-s. Pasi kemi të bëjmë me teknologjinë e cila është e financuar edhe nga SBA-ja dhe nga vendet perëndimore, edhe tani të themi të drejtën, SBA-ja dhe Europa din të bëjnë luftë. Kemi vende që kanë gjithë ekzistencën e tyre në luftë. Pra në qoftë të futemi me Europën, vetëm 80 vite paqe ishin nga lufta e dytë botërore dhe kaluan përsëri në konflikt armatosur. Pra nuk është kafshat që do ka përdihet lehtë nga ana e Iranit, Europa. Do ishte vetë shkatrim nga ana e Iranit nëse do sulmohesh Europa. Por ama që vlen të përmendet deri tani që flasim në këto kushte, pavarësisht se Irani zgjodhi Ayatollahun e ri, pra një lloj tradite e një regjimi autoritar ku u vra babai dhe vjen i biri. Pra praktikisht kemi të bëjmë me një lloj situate që politika e Iranit nuk pritet të ndryshojë tani me ardhen e djalit, se normalisht djali është i favorizuar nga garda revolucionare dhe praktikisht do ndjeki të njëjtën metodologji si babai i tij. Kur ndërkohë kemi të bëjmë pastaj me krahun tjetër që është Izraeli, të cilët premtuan që edhe ky i radhës, edhe Ayatollahu radhës nuk ka për ta pasur të gjatë në pushtet.